Hej, përshëndetje! Unë tani po bëhem gati sepse erdhëm në shtëpi, por do iki nga shtëpia sot sepse kam pronotuar në një hotel sepse duhet të bëj content dhe gjërat që një influencer ka prioritet, ka punë. Edhe shkoni pak vlog, këto sot çfarë ju kam bërë vlogve. Është skandaloz çfarë ju kam bërë. Shkoni sa të shkurtra, por do përdor këto produkte dhe Ada Herbs, kombinime vajor, edhe do ta shikoni për një muaj. Këtu do flasim vetëm me fakte. Do ta përdor rregullisht çdo larje. Edhe të paktën kam hequr atë pjesën e verdhë, edhe dini çfarë, do lë takim pas një muaji që të lej flokët, do të bëj me fije. Çfarë janë këto? Mace po zihen? O zot, kujtohet kur zjeri Ruçi. Nëse do bëjmë gati pak rrobat, çfarë do marrim? Këtë do ta marrim tek hoteli, se duket bukur, ka këtë pjesën roz. Edhe kam qenë tek ai hoteli më përpara, është shumë cute, edhe për content, se pra të gjë po shkojmë, po pagojmë gjithë ato lek natën. Dua që është ky bark më shlyr dhe barku. Apo ja. Mirë. O, edhe një gjë tjetër, Nisa Vrapi ndje kam bërë 15.000 hapa. Po se kam të fryrë nga një vezë. Po kështu dukesh ka i fryrë. O zot. Edhe Nisa Vrapi ndje, madje Pilatesin nuk e bëra abonimin këtë muaj, sepse kam për televizor, kam plane, plus nuk është se pash në një rezultat. Me thënë të drejtën, edhe pse Pilatesi nuk është për të dobësuar, por unë dua që të humbas 5 deri në 10 kg. Do thoni ore që është kjo pesh, por unë jam 62 kg, dje bleva dhe peshore tek Jusko. Edhe dua që të shkoj 53, 54, ajo është pesha që unë dua që të arri. Unë kam shumë qef trup super elegant, edhe vërej që kam shtuar shumë tek krahët dhe nuk më pëlqen kjo gjë. Prandaj do të futemi me kokë gjithë regjimit, do bëjmë super ecje, vrap, ndoshta nis edhe palestrën, por në palestrë nuk e se janë shumë motivuar, të paktën do një zumbëm përsëri, se ndihesha shumë mirë. Pilatesi thjesht ka atë që të bën të ndihesh më mirë me shpinën, por 2 herë në javë që bëja unë nuk e se më jepte ndonjë rezultat që unë të kisha qëndrim më të mirë, sepse duhej që ta bëja më shpesh kushtonte shumë, që kështu thash, po bëj pushim të paktën për një kohë dhe ndoshta shkoj prapë bëj ndonjë klasë kështu për qef. Edhe më sugjeroni në qoftë se keni provuar këto dietat dhe ushtrimet që bëhen në shtëpi. Kam parë disa vajza që ofrojnë si shërbim dhe më këshillonin ndonjë që vërtet ka rezultat. Edhe me pjesën e ushqimit, por gjithashtu edhe me pjesën e ushtrimeve. Thashë dua të humbas, ja kam vënë qëllim vetes dhe kur vendosëm qëllime, humbas vërtet. Domethënë tek kjo pjesa e peshës jam shumë e rregullt, sepse nuk e se abuzoj. Kam shkuar maksimum i 65 kg, nuk kam shkuar asnjëherë më shumë në jetën time, dhe jam shumë fikse për këtë gjë, po dua që unë të heq pesh. Edhe kështu se zjata shumë, më sugjeroni dikë që ja vlen shumë për ushtrimet e për dietën, për të dobësuar dhe për të thuar krahët më shumë. Nëse po vazhdoj me punën këtu, se është goxha muaj. Sa po arritëm, tani me vrap do rregullojmë gjërat, që ti kemi bukur për content. Vesha këtë kostumin që kam bler tek HM-ja, është shumë cute, është ka të gjera këto tutat nga fundi, edhe është material i plot, kam marrë 100 qëra raqe, sepse ju thash që duhet të bëj content. Eli që nga shumë i bukur, kam tjetër një dhomë tjetër nga ato që kam marrë më përpara, edhe është kështu vishnje, është shumë nice, ka dhe tualetin shumë bukur që do t'ja tregoj tani.
Ja rëmuja ime këtu. Qërat bukura. Alicia, këtu është pjesa e dollapit. Dollapi nuk më pëlqen, me thënë të drejtën. Dhoma që kam qenë më përpara ka pasur më cute. Këtu është pjesa e tualetit, aman ka pas, shkoni sa të bukur që e ka. Edhe më pëlqen që ka edhe këtë pasqyrën këtu. Ka edhe pasqyrën këtu. Sa cute! Edhe këtu mund të lahemi, kurse ka dhe një tualet të vogël që ka pjesën e WC-s. Unë si që thash me vrap tani, do mundohem që të rregulloj vendin dhe sot kam fryrje varku në ekstrem, nuk e di. Kam marrë edhe një kur në fakt që kam nisur, kisha një problem të vogël, dhe ndoshta më ka dhënë ato se kishte me antibiotik. Nuk e di, por me vrap do sistemohemi tani, hapim nga këto që të ketë sa më shumë dritë, edhe sa qefe kam këtë jetë, realisht kam shumë qef që të bëj content, vdes të bëj content, e bëj me shumë qef, edhe jep shpresoj që dalin bukur, dalin ndryqimi bukur. Tani duhet hapim valigjen dhe shpresoj që mos t'jem për rëmuj, se dhe i hekurosa, por mora hekur me veta. Gjë, po, ai hekuri që më ka dhënë motra, Ersi, më ka ndihmuar shumë. E mora edhe jashtë në ram, edhe rrobat ishin të hekurosme dhe dukeshin shumë bukur. Sa po mbarova edhe me kontentin, doli diçka shumë e bukur. Kam bërë pak rëmuja. Por shikoni sa bukur që është kjo korseja. Tani unë kam shtrënguar, e kam lidhur mbrapa keq, prandaj nuk duket aq mirë. Edhe ngjan kështu vibe tek Bridgerton, e keni parasysh? Unë tani do vishem normale, do iki dal, do iki gjë në restorant, se po më hahet shumë buk. Edhe thjesht bëra një video për produktet e Ada Herbs dhe shikoni flokët sa bukur që duken, dhe ngjyra ka dalë vërtet shumë bukur. Dhe më thëmë nuk ka më atë refleksin si jeshil. Edhe produktet e dini jo, janë këto nga Ada Herbs. Ky është produkti më i mirë që Ada ka, por mua më pëlqen edhe ky locioni për flokët. Tani erdhi Alvio edhe po spres poshtë, sepse do shkojmë që të ham bukë dhe nuk kam ngrënë asnjë gjë. E prita deri në orën 8. Ja t'ju tregoj pak hotelin. Windows down, empty streets, you were all I used to know. You and I, forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone. You and I, forever ago. So quiet this time of year, with the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. Hello, mirëmëngjes, nga dita tjetër. Unë tani po sistemoj pak gjërat që ti ketë, si po vetë ora 10:30, dhe në orën 10 duhet që të lëm hotelin. Por kam edhe pak kohë që të bëj content.
Prapër në Piren edhe aty u knaqëm shumë. Se dini është, unë kam shumë qef këto gjërat estetike, këto gjërat si interes, foto, edhe mundohen e thënë të drejta, mendoj se kam syrin edhe realizoj vërtet gjëra shumë të bukura. Po i mbledh këto produktet e trupit, sepse kam mbaruar punë. Vendos këto. Do të t'ju tregoj të nxjerrësin që është shumë i mirë, e gjeni tek Ona Farm, prandaj jam ngjyrë prompt, sepse nuk jam shumë e bardhë vet. Është ngjyra e kësaj. Vendosim këtu. Rregullojmë pak vendin, të pastrojmë sepse do bëjmë video, nuk shumë një reels, edhe mundohuni që për të gjetur vende të bukura që të kenë dritare, sepse dritare është shumë e rëndësishme që të duket gjithë ndriçimi natyral, të duken produkte të bukur për të bërë content. Kjo më shumë është këshill për gocat që janë influencer, content creator. Këtu kam Dysonin. Në Tiranë është pak e vështirë të gjesh vende që janë të bukur, po që se ke me qef këtë punë, ja deli. Dhe sot kam provim në orën 5-6 në anglisht, edhe nuk kam mësuar fare asnjë gjë. Po se sot dalë mirë se si di ato i di. Po, mbarët. Jo me pasuam njëherë. Fuset e qëra, bën zhurën kjo kështu që luan. E kështu do të po vazhdoj unë me sistemimin edhe shifojmë pas pak. Can we just stay here? Eva pak dhuratën që më bëri Albi për ditëlindjen, edhe ky ishte paketimi, dhe është nga YSL-ja. O zot diqa. Por unë nuk bleva asnjë dhuratë siç që thash, nuk më mori as Albi as vetë nuk mora asnjë gjë. Dhe u mjaftova me Romën, por kur ikëm tek aeroporti, tha Alvio, reja YSL-ja. Edhe brenda dhe ishte shumë godinë e bukur. Ishte i madh, se normale aeroporti në Roma ashtu është, po edhe dyqani ishte fantastik. Edhe hym brenda. Dhe më pash këtë që kam gjithë vitin që theme dua, dhe Albi më tha po do ta marr. Dhe ishte këtu brenda, kutia. Më të shtrenjtë në sola, por realisht këj modeli më përqente, ja këtu, s'u besohet që e kam. E kanë influencerat e mia të preferuara, edhe është, nuk e di, është shumë shik. Nuk e doja me atë logon 3D, edhe e adhuroj shumë minimalist, shumë i bukur, shkon me çdo gjë, me këto veshjet, më shumë me veshjet neutrale, se në ngjyra nuk përshtatet. Kështu gacam. Ciao, tani do bëhemi gati, sepse vajti ora, ju thash jam deri në 12 dhe vajti ora 11:25 dhe do t'i mbledhim të gjitha gjërat. I can be a fucking mess, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted. You wanna stay here? Oh, we should just stay here. Maybe just for one more drink. I can't help but think, where have you been? All my life, on lonely nights, you were always there. Isha bërë një porosi online dhe më erdhen një byrek me mish koke. Ka marrë plot mish të grirë, 2 kg. Ka marrë këtu kocka. Ka këtu fileto pule. Dhe çmimet. Këtu është biftek viçi. Kurse ky është plant. Këto kockat. Kjo është brim viçi. Edhe shpatull viçi. Ka marrë gjithashtu 2 bukë thekër. Që kanë pak të ngrota këto. Ka marrë dhe turshi patlıgjane, se këto i kam shumë qef. E ata të shpisime nuk bëjmë, po mora këtu.
Dhe të gjitha këto për këtë çmim. Tani po i sistemoj shpejt e shpejt në frigorifer se ju thash që kam provim. When all is bare and my shield isn't there, can I trust you? Can I trust you? Find me in the open. All the good and broken. Nothing left unspoken. I am here, standing here. See me in my wholeness. Healing is the closest. Hello, nga dita tjetër, si që pati isha për kafe dhe tani do shkoj pak të buka gjermane do ha sandviçin e preferuar. Dhe pas ka dhe të një. Hej, gjithë ditën rrugëve sot, isha pak tek një dyqan me gjëra vintage dhe ishin gjëra shumë bukura dhe pash 2 komodina përsëri. Historia ime me komodinat është e frikshme, se sa qef kam t'i ndërroj, por do bëjmë disa ndryshime tek dhoma e gjumit. Edhe po mendoj që t'i ndërroj ato që kam. Dhe do thoni ju as 2 muaj ke që I ke bler. Po, unë I kja që prindërve në Polician, edhe na që me këtë gjë, do më thënë, justifikohem. Edhe kështu, tani duhet ikim në shtëpi, po më vrasim pak edhe këto këpucët, se janë shumë të ullëte, edhe shkëni sa të bukura këto lullet, një dëroj Anxhi, them të marrë taksi, sepse jam do gja largë dhe më duket që do nisi shiu. Sa po erdha në shtëpi, edhe bëra pak pazar për ato komodinat dhe mi lanë me çmim shumë të mirë, sepse shkova tek dyqani tjetër, se kanë 2 dyqana ata ku shkoj unë. Aty kam marrë edhe këto mobilet e tjera të shtëpisë, atë minibarin, edhe më duket se do bëjmë me komodina, më duket. Toni porosita I thash, nese do vim t'i marrim ose son dark, bëra dhe pazar gjitha. Por kam një problem se ato ishin 60 centim, në fakt ishin 58 centim të gjata, edhe këtu që kam unë janë 40, edhe do më thoi Alvio, ku t'i fusim, po do heqim atë dollapin. Aty janë rrobat e Alvios, po ku do t'a fusim atë dollapin që ose e lëvizim në korridor, ose në balkon. Këto dhomat e Mangalemit, që ose doni të blini një shtëpi të kontakti, duhet ta keni parasysh që dhomat janë ekstrem të vogla. Janë shumë të vogla njerëz. Nuk e di. Ne jemi nga halli këtu se jemi me qera, po për ta blere, për me investu, për me bëj gjëra ashtu si shtuhet, të penalizon shumë kjo. Tani çfarë morëm?
Tani do bëj një supë me qofte në shtëpi. Kam bërë këtu mishin e grirë, e kam marinuar për qofte. Kam këtu gjalp, këta e përdor për gatim. Kam këtu pak karot e pak qep. Dhe do ta hedhim tek menxherja që kam vendosur, kam ndezur sopën. Do hedhim pak gjalp. Më ka zënë të kolla. Dhe do shkrim pak gjalpi dhe do hedhim karotën. Kemi grirë. Edhe qepën. Nëse se keni pak serino, hitjani dhe atë se del shumë e shishme. Dhe do i skuqim këto, pastaj do hedhim një lugë miell. Është receta më e thjeshtë, por shumë e shishme. Do marrim pak miell tani. Edhe ja hedhim. Pastaj do hedhim ujin. Hajet, e skuqim miellin, hedhim ujë dhe shtojmë ujë pak nga pak. Tani do përgatis qofte, do t'i bëj në topa të vogla që t'ja hedh supës kur të marrë një val. Tani që ka zier, hedhim qoftet. Farë kemi këtu, kolagjen. Kjo është lëngu i kockave që unë e kisha përgatitur më përpara. Po tani do ta presim ta fusim në frigorifer. Recetën do kam treguar. Shikoni sa cute që është si gelatin. Ja. Okej, edhe këtu. Duhet që t'i zjeni për 8 orë kockat me zjarr të avasht. T'ja kulloni lëngun, ta lini një natë në frigo, edhe 2, nuk e gjen asgjë, se unë isha në poliçan. E tani do ta vendosim në qese ose në përdor në mëngjes, me pak limon, ose në për receta. Ja e kam këto, dali supa shumë e shishme, se është lëng mishi, e hedhim këto. Del më shishme. Unë të këto qeset këshu e fus me thënë të drejtën. Ja, këto të tyra këto. Është kolagjen 100% natyral dhe i pastër. Ja sa qese dolën. Me 7.000 lek kocka. Që jemi vënd këtu i ruajmë tek një cep në frigorifer. Këtu kam edhe produktet e tjera. Shurkat që duhet i gatuaj. Tani do hap pak libra të anglishte, sepse kam kurs sot dhe kam 2-3 detyra. Sa i bukur që është. Duhet të krijoj dhe unë një tekst për si teksti që shikoni në libër për familjen time dhe se si ne kalojmë kohën së bashku. Kjo është detyra e parë, pastaj kemi edhe detyrë tek fletorja e punës. Na kanë dhënë këtu një detyrë faqja 30. Në këto s'kam qenë, unë s'kam plotsuar. Po, kemi këtë. Këtu. Vajti 3, kurse në kam në orën 5, që kështu do nisim që ti bëjmë tani dhe të presim të gjellën. I feel like this is literally gonna have to be for show because it's sugars in general. So, as some of you will know, Hej, mirë mëngjes, sa ko këtu po dal me fytyrë, por ma marrë me punë shtëpie, edhe prandaj jam në gjendje keni parasysh ku mbaroni dhe në fakt nuk kam mbaruar se kam garderobën tani, po kur bëni punë të shtëpisë dhe në fakt jeni ju ata që keni nevojë për një pastrim, ajo shtëpia.
Nise, po vendos këtë maskën. Këtu e kam bler tek Welli. Edhe është kjo, se më radhë, është kjo maska virale. E kam marrë dhe unë. Nuk është se mund të them që të bën super punë. E kam marrë 3 copë, që është e treta. Edhe unë në fakt nuk është se e kam bajtur gjithë natën. Preferoj më shumë të mbaj gjatë paradites. Se më ra, o zotë, se më ra, prit, një sekundë. Prandaj maskat vendosen në tualet. Dëgjoni pak fasullet, sa ftohtë. Dëgjoni pak fasullet, po zjenjë. E pat edhe nga filmimet, në fakt nuk filmova shumë, por isha në polician dhe u kënaqa shumë. Gatoj mami gjëra super të mira, ju a tregova pak. Më bëri, kam hedhur në fakt edhe në Instagram dhe në TikTok që kështu këndishin edhe aty, sepse aty e hedh pak më përpara kontentin. Dhe ju kam thënë që çdo të njëjtë kemi video, por po mendoj që të hedhim edhe të hënën. Ja, vendosa këtë maskën kështu. Do vi vërdall me këtë maskën. Gjithashtu dhe flokët i bëra me kombinimin vajor nga Ada Herbs. Nëse pak këtu tek qafa me produktin që ngeli. Edhe kështu do vazhdoj me punët, me garderobën, do sistemoj rrobat. Edhe do vendos në një film ose në një vlog, ndërkohë që punojmë. Me të vëpres që të bëhen dhe fasullet, mëngjes nuk kam ngrënë dhe do nis fasting, sepse më shkruajtën të gjitha gocat që fasting është shumë e mirë për dobësim, edhe në fakt nuk është se kam shumë problem pjesën e orareve, dhe do e mbaj 12/7 ose 12/8, varet. Mund ta mbash 11/7 ose 12/8, varet se sa reziston ti pa ngrënë. Unë sa kam ndonjë problem pjesën e paradites që kështu po mendoj për këtë orar. Konsultoni gjithë moment sa që përdin, sepse ka informacionet të sakta dhe unë duhet të shikoj pak orarin në qoftë se nis në 12 kur duhet ta mbaroj, që të jetë sa më efektiv. Por do t'ju them goca. Tani vazhdojmë me punën. Can I help you? We're sorry to disturb you. We're from the Custer County Sheriff's Office. Breaking news, John F. Kennedy Jr.'s plane has been reported missing off the coast of Massachusetts. I have nothing left to protect but their legacies. Or be me. Sa po ndola nga dushi, edhe u kënaqa sepse rrova dhe punët, rregullova dhe garderobën dhe kisha nevojë që të lahesha. Edhe këtu bëra një si çaj që nuk është nevojë. Mund ta bësh edhe me ujë të ngrohtë me ujë të ftohtë. Tek Blerina i kam marrë, por nuk e keni dhënë sa të mira që janë, është me portokall edhe me kanell. Kanë fibra, çfarë nuk kanë këto. Janë kështu si bustina. Edhe më pëlqen shumë sepse ka sheh shumë të mirë dhe ngjan si ujë me vitamina. Por është diçka e shëndetshme. Unë tani do vendos këtë locionin e flokëve që është nga Ada Herbs, që mos të më elektrizohet floku edhe mos të më digjet, që do t'i thaj me Dyson, edhe shkoni sa pak flok që kam. Por shikoni, më ka dalë ngjyra, kanë dalë këto si fije dhe duken nice. I mbajta disa orë me vajin e Ada Herbs, prandaj ka këtë shkëlqimin e bukur. Edhe dini ju që unë i kam flokët me onde, i kam me shumë onde, shumë, por nuk i mbaj asnjëherë ashtu. Kurse mami mi ka super kachurela të vogla fare. Edhe maska më ka dhënë shkëlqim, e kështu u bën njeri. Por do t'i thajmë, do t'i stiloj flokët, sepse nëse nuk kam flokët mirë gjatë javës, as vetë nuk është se mundohem që ta mbaj veten, sepse mendoj se flokët janë 10% e bukurisë. Po pi këtë, do thaj flokët dhe shifem e prapë. Gjithashtu mbarova edhe serialin. Besoj se pjesa e fundit ishte A Love Story. Qava në fund
Edhe e dija fundin sepse e njoh si histori, por atë të John Kennedy dhe Carolinës, bashkëshortes së tij dhe motrës së saj. Besoj dhe shpresoj shumë që ju mos t'ja dini historinë e vërtet, që mos të dini edhe fundin e filmit. Do më thënë ta keni kështu surprise. Dje isha te kursi dhe nuk ju kam thënë, po kursi po shkon shumë mirë. Kam bërë goxha pushime, jo se kam bërë unë, po kishte kursi pushime. Dhe sa herë mund të kem mbajtur? 4-5 herë. Po tani po fillon të bëhet pak intensiv, sepse po fillojnë që të bëjmë shkrime, tekste, të shkruajmë vetë, të flasim në kurs, në precisysha. Por më pëlqen, shkoj me qef. Ja, nesër kam që kështu duhet të bëj detyrat, sepse kam disa detyra. Siguri lëm flokët ka çfarë sot.